Që në 2021 kanë filluar këto, edhe janë përshtypjet që lënë njerëzit të huajt edhe vandalit të gjitha, do me thënë që i ka me... Ja prakën e ka bo vetë, lakrat, specat me gjizë, Lakrat tegra? Po, pa tegra. Qa ka të veçantë, qa ka të veçantë buka? Është e but, si? Buka është e but, urdhra. Po. Buka është e but, pastaj kemi byrekun me presh edhe me qumësht edhe me vez, kemi pastaj specat me gjiz me vez, pastaj kemi patatet pa tjetër, kush mishi, Viktor, hapi që të lutem këtu. Kemi japrakët, dolma si thonë se kanë dy emra, i kanë bo vetë, lakrat e baçës të freskta, mishin e zogj fshatit, pjekura, juveci pasaj që është gatim tradicional, pytharaqe si thonë juveci, dhe pasaj kemi dhe këto mezet e tjera, jo gjalpin e freskët, se nuk do të harrojmë, se të bëjmë vetë. A i është ta presësh me thikë? Gjalpin e freskët, që e bëjmë vetë me dy bek, e rafin vetë, qumshi. Me dy bek, e? Po, e rafin vetë. Pasaj këto mezedet të tjera të këto. Në çdo gjë kemi bio. Çdo gjë, edhe jo vetëm bio, po edhe të freskëta. Do me thonë bo me sot. Kemi ndihmë si këtu? Po pa tjetër kam Viktori. Viktori tash qa po bën gati tash? Viktori po ndihmoj shefin e kuzhinës për të nxjerrë pjatat sa më të ngrohta dhe të shijshme. Kemi vënë aty? Po. Edhe çajin e malit, po e ngrojmë që ta nxjerrim të ngrohtë. Dhe një portokalopita që e bëjmë vetë, se e kam bo vetë. Portokalopita që është. Portokalopita që është vetëm me portokall. Se ka marrë nga Greqia, e ka vjetur nga Greqia. Po, sepse ka njëtuar vetë 30 vjetë në Greqi, kështu që përpiqem për më të mirën që të ndërthurim shqiptaren me... Vali, ka vështirësi jeta mes malive? Jo, absolutisht, jo. Biles është me bukur, me e qetë. është me bukur, është me e qetë që të ngrihesh në mëngjes të dëgjosh cicërimat e zogjve, gurgullimën e vjosës, të lumit, është më e bukur, është më e qetë këtu, është më mirë. Biles, unë nga që jam rritur në Tiranë edhe prap nuk e ndroj kur peshtanin me askënd. Ja, absolutisht. Ja. Me ajër të pastër. Që këtu shikoni që vinin turist, apo... Sepse u zhvillua shumë, u fut edhe peshtani në 100 fshatra edhe u zhvillua shumë, mori përparësi turizmin në Shqipëri. Mori përparësi dhe Vjosa, u shpall në UNESCO, kështu që normale, pse ta humbistim këtë rast, na lindi idea, pse ta humbistim këtë shans. Shumë e bashkërtit apo e juja? Aty ma mlodhe. Aty ma mlodhe. Po, e të dyve. I bashkëpunim. E kemi bërë kuzhinën greke dhe shqiptare të ndërthurur. Punojmë të pa. Mëngjesin turisti e ha këtu? Mëngjesin turisti e ha këtu. Po, e ka të përfshirë, e ka çdo gjë rreth çelerat unë i bëj vetë, çdo gjë që del nga Villa Goliku është e bërë vetë. Sepse të gjitha këto janë fruta. Dhe me këto fruta unë pregatis mëngjesin edhe gjalpin e tunim qumshi me dy bek si në kohët e para, edhe qumshin, dallën, këto gjalpin e freskët i kemi tonë të shtëpisë. Bëj për juve të mënyra se si ju e prisni turistin që ai të rikthehet të japi ato vjun e mirë këtu? Revjun. Po patjetër, e pare punës duhet mikpritja. Në qoftë se nuk është mikpritja, është e kohë që i futet çdo njeri këtij muhabeti. Duhet ketë mikpritjen. Se ato do turisti, si i huaj dhe shqiptari, do me thënë, si vandalit. Duan busqeshje, në mos s'ke busqeshje, në mos... Absolutisht fare. Cili është gatimi juaj tradicional, ose i veçantë i zonës, tipik i juaj? Janë... Se veçanta juaj? Po, janë këto.
Përveç mishit, këto tradicionale, byrekun me lakra, lakrat e egrat të zjera, dormadhaqat, japrak japrak, po. Unë kam dhe një salat që e bëj salatën që e kam quajtur salatën e Vilës Goliku që është një gjë veçantë, që është një gjë veçantë, pastaj për ëmbëlsirë, portokallopita, këto. Greke dhe shqiptare e ndërthurur. E ndërthurur. Kjo është dhoma me bukur, do? Kjo është suit. Kjo është suit. Të fotës vinë shumë të dorë. Si mendon ti? A cilat? O, nga gjithë, dominon Gjermani. Gjermani është njësh. Pastaj, malet, se në Gjermani nuk ka male. Nuk ka. Gjermani, pastaj, Kanada, Amerikë, pastaj gjitha ushqimet, gjitha. Janë shumë të ngelen shumë të kënaqur. Unë dje për shumë kam pas 24 veta në drekë, edhe sot po ashtu. Cili është koha më e gjatë e qëndrimit që bën një turist këtu? Pa. Më e gjata ka qenë deri një javë. Sepse këtu është trekëndsh, që do të thotë, flën këtu, shkojnë në Përmet një ditë, në Bënj. Vinë në darkë flën, shkojnë në Gjirokastër, vinë prapë, shkojnë në Vlorë, vinë, shkojnë në Sarandë, që do të thotë, e kanë trekëndsh. Dhe eksplorojnë dhe me atë sebepe, dhe eksplorojnë zonën, vëndet, dhe është më qetësi këtu, është më qetësi. Kërësisht vinë ata që bëjnë hajkë? Jo, vinë dhe turista mamë që janë pa... Kam dhe edhe camping që flonë, edhe camping, po. Në rjetë pa punë të dyve, kalëm dhe kohën, si do një feshim neve, në qofë se unë këtë zota kisha punuar. Shisë me sa veta u njofëm sot, ne bëm mua bete i qeshëme. Brenda një ditë, thoj. Po pa tjetër, sa... Gjitha të eksperienca juaj në Greqi, besoj ju ka nxitur që ta bëni atë. Po pa tjetër, sepse... Ati turizmi ka qenë gjithkohë si ha? Mikono është koka e turizmit gjithë botën. Kështu që ne vim nga koka e turizmit për gjithë botën, kështu që... Ne marrim eksperiencën tënde. Po pa tjetër, ja kështu vjena. Unë kam marrë eksperiencën ndeja edhe që dola këtu edhe kështu vjena e kam sjell këtu. Po djali që menaxhon në restorantet në Zvicër ka shumë vite? Djali ka 5 vjet në Zvicër edhe ka marrë 2 restorante të meqera, të klasit parë. I ka bërë vetë klasit parë, se i ka marrë të falimentuara. I ka bërë vetë klasit parë. Kurse i vogli e ka bërë në Gjermani. I kanë në Montreux, Villeneuve, këtu si quhen në Lozan, dhe një tjetër po prapë në Lozan. 2 restorante me bashorte. Jemi me valin tu, te Vila Goliku, po përgatit kafët valin. Këto kafët i bënë kështu speciale të ndi. Mundohemi që t'i bëjmë si tradicionali si fshat më. Si fshat? Si fshat. Ja, ekspresi ka qyteti. Ska ekspres? Ska ekspres tu, vetëm turke. Kafe turke tradicionale. Edhe çaj, pastaj që është çaj malit, çaj bliri, që është i zonës. Kjo çaj malit, çaj bliri është formule ke shpikur ti? Jo, unë i bashkoj bashkë, çaj malit, çaj bliri edhe i lej, do me thënë testa nxjerrin atë ngjyrën e bukur. Nxjerrin ngjyrën. Kështu që kënaqen njerëzit. Se mos në njerëz ka pas fonde Vila Goliku për bëjë një ekspres në po, Jo, unë fonde kam, po problemi është se ka lezet tradicionale, thjesht. Ne me te jemi rrit. Me kafe turke jemi rrit. Me furnet në vajgurit. Bravo, me furnet në vajgurit, tashira ka dalë, qik modern tashi. Për shpejtësi, jo për modernik, për shpejtësi. Ti vali tashi shumë e njohur në rrjetet sociale. Qa në bëj? Pse mendon ti se duan njerëzit? Pëlqen. Ka të bëj shumë ikpritja, ka të bëj shumë ushqimi, pasërtia. Këto, janë të ndërthurura. Janë të ndërthurura të gjitha, pasërtia, mikpritja, ushqimi, ambienti. Unë jam e të gjithë njësoj. Po. Njësoj. Po të huaj të vlerësojnë? Shumë fare. Do të thënë fushikën që këtu do dali patjetër foto me ty. Edhe do kthehet përsëri. Do kthehet prapë. Ka të huaj që më kanë ardhur edhe Gjermani që më kanë ardhur disa herë. 3 herë, 4 herë më kanë ardhur, po.
Ja po pun kafe dhe Janë të punët më bukur. Do thënë ai merret me kuzhinën, i Po, merret me kuzhinë, unë merret me shërbimin dhe me mitritjen, se këta ka mama kafe. me shërbimin, me pastrimet. Se tash ishte edhe problem që kjo fuqia punëtore. Mendoj që je model i femrës shqiptare që nuk lodhet asnjëra. Jo, për zotin, as i hes lodhe. Edhe kjo kënaqësi që jep njerëzve pastaj. Për zotin, biles, unë kënaqem akoma më shumë kur kam njerëz. Se ka për shumë që thonë u lodha, jo, unë e ndij shumë kënaqësi. Duket edhe sot që jemi një grup kështu i madh. E kam kënaqësi, se kam problem. Nuk di çfarë them, ishte i kënaqësi e madhe. Shumë tema si ty që punojnë. Faleminderit. Bashkë me burra, bashkë me burra. Patjetër, po burri s'ka më. Me zhime, more, ja do dhamë edhe unë. Më thuj çfarë them. Çfarë duhesh ti thuaj? Si përgatit, çfarë përgatit? Po, byrek me presh, a ka filluar kështu, Ta bëjmë dhe këto qikë, kështu se na duke si. Shimoni kam qefe që estetikën. Okej.